Është interesante, ti je pjesë e treshës, do ta quaja unë, të artistëve të cilët kanë lënë gjurmë të jashtëzakonshme në Beograd. Domethënë Bekimi është në vitet 60 fillon atëherë, Bekim Femiu. Faruk Begolli në vitet 70, edhe ti vjen në vitet 80. Tash Bekimi ti ka ra bukur mirë, sepse kanë qenë kohë pak më të mira, por Bekimi ka thy akullin, një shqiptar, jo vetëm shqiptar, po i biri Ibrahim Femiut, një nacionalisti të njohur, Faruku, i cili po ashtu vjen nga një familje dhe ai por kanë qenë kohë ma liberale. Ty të ka ra ndoshta në kohën ma të keqe. Më thonë, ata kanë thy akullin, ti ke ardhë, skena teatrore e ka pranu, dhe e ka marrë Enver Petrovcin edhe i ka dhënë Istreverin, por atëherë vjen thyrja e madhe. Edhe ty të ze aty. Unë e kam pas gjys fati. Kur kam shku në me studiu, mun kam pranu kur kam shku për herë të dytë. Edhe ma vonë e kam kuptu se profesori me emrin Miroslav Dedić, kur e kam kur kam diplomuar, atë ditë ka qenë një gazetari i rilindjes, edhe me që isha i vetmi shqiptar që po diplomoj, pas këtyre dy emrave të mëdhenj që më i përmende, kishte nevojë me i thanë dy fjalë për gazetë. Unë ja thash, a mundet edhe profesori? E luta profesorin, thash, profesor, a mundet një dy fjali me i thanë për mu? Tha, po. E një kënde nga qojnë një qosh të bifet. Tha, pishite, shkruni. Unë jam shqiptar. Unë jam shqiptar, tha. Po e shikoj. Tha, po e në veru jam shqiptar, tha. Ditën e dytë, tretë, kur jam pranu në Beograd. Kjo është viti... Në 74, kur jam pranu në Beograd, po më thret baba, thët eja se në ka vdek Kojshia, edhe shoku, kolegu i ti i spitalit, doktor Gjeladin Deda. Tha, ajda se kemi shok të mi edhe Kojshi duhet marrë në borim. Edhe unë pas, kisha kohën me pyt, thjesht erdha me tren, shkova në borim edhe u ktheva në Beograd. Profesori ka pas një zakon shumë të mirë apo të keq. Kur nuk vishe në orë, apo vonoheshe, ai me ty nuk diskuton të një javë, të dënonte se si aty një javë. E pas një javë të avante, ku ke qenë ti? Një javë. Rishe aty, po nuk diskuton të me ty. Edhe pas asaj jave, bile unë në mërzit, edhe pse s'po flet me mu. Me njem shkoja mendja që ky s'po flet me mu, që jam shqiptar, bla bla bla, po donë me mblargu. Pas një javë, po më pyet, ku e ti Petroci, ku ke qenë? Po thash i qyrë që foli me mu. Thash isha kështu profesor, bana shaka. Thash në borim të kushëriri të në Deda. Ky Dedit Deda. Kur ja thash para klasë. S'kam lidhja, unë jam Miroslavi këti, ati, sa emra, nga Malizi. Thash më falë profesor, më vishë bëna shaka, se kam për zdikur vesh ashtu. Mirë, u kry kjo muhabet, mas 4 vjetë më thotë, a din, atë muhabet që i ke pas, para 4 vjetë, thash po, tha mire ke pas, unë jam shqiptar, tha. E mande unë i thash, unë kam mendu se jam i talentuar, për tim pas ke pranu se jam shqiptar. Ja, tha, s'kem pranu se jam shqiptar, po, se e ke meritu. Kjo ka qenë diku biografia ime, por interesant, unë dikësi jam përcaktu prej fillimit, jam përcaktu për teatr, sepse isha vetë, një valigje, kisha edhe të isha dysh, unë s'misha me dhanë vetës rol në film apo në televizion. Po në teatr kisha gjasa. Edhe fillova me lut drejtorin atje të shtëpisë kulturës në qytetin e studentëve, gjithësisht zavend drejtorin, i thash ma jep një hapsin për prova, me e bo një shfaqe. 6 muaj për më lutë. Ma dha koridorin i cili e lidhte teatrin, skenën, me administratën. Edhe thira klasën time, edhe një regjizor që u bon shumë i famshëm, Egon Savin, është që fut për ndryshe. Edhe fillon me bo një shfaqe, punum, korëm shkëshes të madhë, në thirën edhe në Sarajevo,
në festivalin Mes, që është sot andër e shumë teatrove botnor. Shkum atje, arritëm shku atje. Edhe ky drejtori, jo Zamens, po drejtori, për lexon gazetën, teatri hapur, ashtu quaj. Ky thot ti, Zamensi, a jemi në këtë? Që po flet, ky thot, po drejtor. Se s'm ke tregu, tha, kam pas frikë me tregu, se mos me më donon që ja kam dhënë studentëve po, pat pyet. Shumë mirë ke bë, naftojnë në një dartë madhe, edhe tha, shfaqjen e ardhshme unë ja financoj, pra unë si shtëpi e kulturës. Po atër ka qenë i dashurive tonë konat ka i tjera. Nëse ti jep të ministria një rast, ka fuskot një shumë parave, edhe ti korje sukses me atë shfaqje. Herën e ardhshme nëse ti ka dhënë 1.000, herën e ardhshme të jepte 2.000. Nëse nuk korje sukses, herën e ardhshme të jepte 100.